Citizen AI është një program global I cili tashmë zhvillohet në 100 shtete. Për herë të parë po e sjellim edhe në Kosovë në bashkëpunim me Next Gen Networks Institute, ku kulminimi I këtij programi ka qenë dita e sotme që ku është mbajt Hackathon, ku të rinjt janë duke zhvilluar prototipe të niveleve të ndryshme në bazë të disa objektivave me zhvillim të qëndrueshëm, të cilët ata I zgjedhin. Dhe qëllimi I këtij hackathon dhe I programit në përgjithësi është inkuadrimi të rinjve në jetën sociale, është dhënia e një platforme ndaj të rinjve ku ata mund t'i shprehin lërshëm idetë e tyre dhe perspektiven e tyre që e kanë të freskët. Është e rëndësishme se na mësojmë shumë për tyne, edhe është një përvojë shumë e mirë që mundem me zhvillu ide tona me njerëz tjerë dhe mundem me marrë ide për tjerëve dhe opinionet ndryshme, si edhe për do personave që kanë përvojë më të madhe në këtë pjesë. Sot kem pas njerëz të ri për shembull që kemi taku edhe kem mësuar shumë rreth tyne. Faleminderit që ardhët për me pas se çka jem të marru këtu. Këto janë krejt donat që jem të marrë prej institutit të shëndetësisë të Kosovës. Ane jem të bërë dizajnimin e programit. Kënej ka më ardhë është edhe një pjesë tjetër e dizajnimit, gjithashtu edhe kodimi, programimi I projektit, edhe prezantimi I cili ka më bërë përpara gjyqtarëve. Ky aplikacion mendoj që është shumë I rëndësishëm për qytetarët e Kosovës, se ka më bërë më të lehtë qasjen në barna të ndryshme edhe ka më konë shumë lehtë për ta me identifiku çfarë barnave kanë më morë, kur kanë më morë edhe në cilat vende mund më gjetë. Normal, kjo është pasi që të shkojnë dhe ta morën receptën e mjekut. Ky aplikacion nuk e zaventon doktorin në asnjë mënyrë, gjithmonë duhet më shku te doktori te mjeku që më morë një recept, pastaj aplikacioni mundet veç më të ndihmu ty ku mi gjetë çdo barna caktuar.